Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani në podcastin Mesut Shabani. Miqtë mi, data është 4, muaj është i 8, viti 2026. Tetova vazhdon të mbajnë nxehtë dhe me viruse plot. Unë shpëtova për pak dhe, sipas gjitha gjasave, Maqedonia tek po bëhet vatër e muhabeteve mjaft interesante dhe vjeshta do jetë dhe më e nxehtë se sa gushti e koriku për shkak të politikë bërjes. Të dëgjojmë se pse dy shtetas të Maqedonisë, Hoxh Beqir Halimi dhe politikan bërësi Valon Bela, janë vënë sot në listën e zezë dhe të padëshiruar të shteteve shqiptar, pra të shtetit shqiptar për 10 vite. Këtë e deklaron vetë ministri i punëve të brendshme i Shqipërisë. Ta dëgjojmë. Shqipëria ka shpallur non grata dy shqiptarë të Maqedonisë së Veriut, Valon Bela dhe Bekir Halimi. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari tha para BCN se vendimi për të ndaluar hyrjen e këtyre dy personave në vendin tonë u mor pasi ata përbën rrezik për sigurinë kombëtare të Shqipërisë, ndërsa janë administruar të gjitha informacionet e nevojshme nga agjencitë zbatuese. Në beshimin e gjithë fakteve të ardhura nga mbi këtyre aktivitetit të dy personave, kam gjykuar se është në vend pikërisht zbatimi i ligjit shqiptar për shpalljen e personave të padëshiruar me motivacionin kërcënim për sigurinë kombëtare dhe rënien publike në Shqipëri dhe dëbimin e tyre jashtë Shqipërisë për një periudhë 10 vjeçare. Lamallari tha se siguria e vendit është prioritet, ndërsa jemi para anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Shqipëria e sotshme, teksa sa më shumë i afrohemi familjes evropiane, ne duhet të sillemi si një vend antar, duke marrë para pivot çdo masë të nevojshme, jo vetëm për të garantuar sigurinë kombëtare, por edhe për të mos lejuar asnjë lloj interferencë të agjendave të cilat janë të dëmshme jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për rajonin e Maqedonisë. Vendimi për shpallje non grata të Valon Bela dhe Bekir Halimi është firmosur më 17 korrik nga ministri i Brendshëm Besfort Lamallari, bazuar në nenin 104.1 gërma A dhe B të dyve, ndaluar hyrja në Shqipëri për 10 vite. Lamallari tha se agjencitë e sigurisë po saktësojnë informacionet edhe për persona të tjerë që dyshohet se po kryejnë një aktivitet që cënon sigurinë e Shqipërisë, por edhe të vendeve të tjera. Ndërkohë që ne flasim, agjencitë e zbatimit të ligjit, kryesisht edhe drejtoria antiterror, ka administruar një informacion goxha të ndjeshëm në kuptimin e ngarkesës për personazhe të ndryshëm. Valon Bela identifikohet si një figurë aktive në skenën politike në Maqedoninë e Veriut dhe mbështetës i koalicionit Vlen të Izet Mexhitit, si dhe aktiv kundër qeverisë Rama, ndërsa Bekir Halimi përshkruhet nga të njëjta burime si një islamist radikal. Pak javë më parë, Ministria e Brendshme vendosi të shpallë non grata edhe shtetasin Iqbal Huduti, duke i ndaluar hyrjen në vend për një periudhë prej 15 vitesh. Po pra, e dëgjuat. Shteti shqiptar edhe të zyrtarisht e dëgjohet nga Ministri i Punëve të Brendshme Lamallari, i cili ka rënë kosovare. Tha se për 10 vite u ndalohet për aktivitete subversive ndaj shtetit shqiptar. Jam pa tekst, kam tekst, por nuk dua që ti kundërvihem politikës zyrtare dhe deklaratave, sepse nuk ka të bëjë me mua. Ashtu ka ardhur situata në Maqedoni, politikë bërje. Çdo gjë që ka të bëjë me ty, pra mund të mbash llogari për vete, kështu më kanë thënë këtyre dyve, jo për të tjerët. Okej, nuk është bashkë okej. Rastësisht i njoh për shkak punës si gazetar, të dy thonë se kanë qenë pjesë UÇK-s dhe kanë qenë. Çfarë në ndërkohë ka ndryshuar? Valon Bela është parë se ka bërë ndryshime, nuk po lëviz nga disa poste në qeverinë e Republikës së Maqedonisë, pa marrë parasysh të gjitha aktivitetet e tij, siç thotë ai, patriotike. Koha do jetë dëshmitari më i mirë i asaj, pra HPR mbetet në vendim, mbetet në të i aktivizuar vendimi për 10 vjet ndalesë të hyrjes së të dyve. Nuk ka mundësi që të anulohet HPR. Okej, çfarë ke bë? Zënjoni do varet për lëkurën e vetë, për këmbën e vetë. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj më tej. Pra Maqedonia ka vluar këtyre ditëve. Nga temperatura, tetova nga Gurbetçarët. Çfarë nuk kemi pa? Por
ajo e cila po na befason është edhe më tepër se shteti shqiptar, në vend që të merret me atë që edhe qytetarët e quajnë protesta në Shkodër kundër asaj që quhet HitPod Video Enhancer is an AI video quality enhancer. Protestë në Shkodër kundër hapjes së konsullatës së Serbisë, protestuesit e vërtesin Rama i bën qefin Vučićit. Dhe me pa dhe të më shkelon mi qakun e njerëzve, mi deprimin e njerëzve, mi vrasjen e poshnjave, dhe me hapë konsulat serbe. U qatë ka për Shkodra, që ja vend këtë parë Shkodrës, po shka ma bëne shpitanë e konsulatën serbe. Dhe konsulatat serbes duhet me u leju për mu hap, i pajtirje e qytetarëve të Shkodrës që janë me partit, ti marrin të djerin ata tesrat e partisë si kanë bata fshatrat e tjerë të Shqipërisë. Shteti serb ka një agjendë ekspansioniste dhe genocidiale kundrejt popullit shqiptar ndër shekuj. Serbia është një vend që në kushtetutën e saj thotë se Kosova është pjesë integrale e Serbisë. Shqipëria nuk vun për varfëri ekonomike, është një aspekt, por varfëria më e madhe është varfëria morale, varfëria e vlerave që ky sistemi ka sjellë. Ku drejtësia është e venduar me pazare dhe adhishme ishe. Po pra, Shkodra edhe njerë dëshmoj vetveten se është qytet me traditë dhe është më se vërtet se Shkodra ka qenë dhe endi ka taze të freskëta thënë kështu protestuesit lidhur me hapjen e konsullatës në Serbisë në Shkodër, ndërsa Shqipëria do hap ka në Preshev dhe Bujanovac konsullat. Ata janë kundër hapjes në Shkodër, le të hap kudo tjetër, Edi Rama le të hap edhe në Tiranë, në Surrel, në vendbanimin e tij. Pse jo? Pra, këtë ka e prapa diçka po shkon në politikbërjen shqiptare, Por, thua ne politikbërjen shqiptare në Maqedoni është çdo gjë lule, mos u kthe, mos më prek. Ali Ahmeti këtyre ditëve ka qenë top 1 për deklaratat jo të matura, po me prapavi. Askush nuk i ka faj, vërtet askush nuk i faj, do të dëgjoni pak më vonë. 24 vite ishte në pushtet. Dhe nuk bëri asgjë as për vetveten, edhe njerëzit e tjerë të cilët dëshiron që ky pushtet të kthej prapë në listën e Hagës, në gjykatën e Hagës. Pra është një mishmash, unë do të thënë më tepër lojë politike Ali Ahmetit. Sepse njeriu kur humb të gjithë atëherë i mbetet rënja. Të dëgjojmë se çfarë tha Ali Ahmeti dhe si kanë reaguar shqiptarët në Maqedoni. Unë kam bërë deklaratën time në 2002, në janar të 2002-shës, unë Maqedoninë kam ndru dhe do punoj atër, kam thonë, Zvicra e Ballkanit. Po nuk është arritur, po do doni ta arrini këtë çështje. Nuk është arrit, por 25 vjet janë vendos çështje goxhat që e afronin me Zvicrën. Okej. Dhe është reagimi me vend pjesërisht i deputetit të Vlenit Adnan Azizi, cili ka reaguar ashpër për deklaratën e Ali Ahmetit se nga viti 2002 kishte ëndër që Maqedoninë ta bëjë Zvicër. Azizi duke shoqëruar reagimin me videon e deklaratës së Ali Ahmetit, tha se realiteti gjatë qeverisë së BDS ishte krejtësisht ndryshe. Maqedoninë e bëri Zvicër vetëm për vete dhe për familjarët e tij, ndërsa rreth 500.000 shqiptarë lanë vendin dhe shpërngulën në Zvicër e Gjermani, gjatë qeverisë së tij ekzodi masiv i shqiptarëve në kohën e Ali Ahmetit nuk krahasohet me shpërnguljet gjatë ishit. Ktu ka plotësisht të drejtë. Pa marrë parasysh se nuk kujtohem me shumë shkaqe që bën Adnan Azizi. Pa marrë parasysh. Por, ju dini se unë bëhem i mençur. Dhe tash ja, dal nga dal po e kthem mençurinë time në një koment. Nuk befasohem nga deklaratat e Ali Ahmetit, i cili mundohet të bëj retushimin e kujtesës së punës 23 vjeçare në pushtet, edhe pse pjesërisht ja përkrahej një deklaratë të Adnan Azizit, kur ai ja kujton për kë familjar dhe pushtetare bëri Maqedoninë Zvicër. Po nuk duhet Adnan Azizi që është tash deputet i Vlen të haroj, se ata Vlen tash janë në rolin e Ali Ahmetit.
2 vite e tepër të vazhdojnë Maqedoninë ta bëjnë Zvicër, jo vetëm për vete, dhe po shpërngulin, vazhdojnë të shpërngulin të rinj në vazhdimsi, ku nuk ka investime vazhdike, nuk shohin perspektivë. Pse nuk ke guxim atë Nana Azizit ti thush Aleksandr Nikolovskit? Pse po e hesht autostradën më të njohur korridorin 8, ha? Pse? Dhe presim deri në vitin 2035. Pra, ka pjesërisht të drejtë në atë që e akuzon, por tash vleni është ajo në rolin. Po është më së vërtet, mbi 500.000 veta të ri janë shpërngulur gjatë kohës kur Ali Ahmeti ka qenë në pushtet. Dhe vëng si ka bërë syri. Ali Ahmeti mba përgjegjësi për mos regjistrimin e saktë të popullatës. Çfarë nuk mba përgjegjësi? Ka një kufi mes ironisë. Pra, Ali Ahmeti dhe Zvicra e imagjinatës arriti 23 vjet për të eksportuar shqiptarë, jo për të importuar Zvicrën këtu. Ka një kufi mes ironisë dhe djali im është qeri për atyre që iku. Ali Ahmeti duket se vendosi të kaloj atë kufi kur deklaroi se që nga viti 2002 kishte ëndër ta bënte Maqedoninë Veriut Zvicër. Pas 23 vitesh në zemër të pushtetit, kjo deklaratë tingëllon më shumë si humor politik se sa si analizë serioze. Sepse nëse një njeri ka qenë pjesë e pothuajse çdo qeverie për më shumë se 2 dekada, nuk mund të flasë sikur sapo ka zbritur nga mali dhe po zbulon për herë të parë gjendjen e shtetit. Ai nuk ishte spektator, nuk ishte as analist, nuk ishte as gazetar, nuk ishte as opozit, ishte bashkëqeverisës. Dhe një nga faktorët vendimmarrës. Pyetja është e thjeshtë: kush ja vodhi ëndrrën që mos e bëj Maqedoninë Zvicër? Kush e pengoi të ndërtonte Zvicrën kur kishte ministra, zëvendëskryeministra, drejtor shumicë parlamentare si ndikim në pothuajse çdo institucion? Nëse Maqedonia nuk u bë Zvicër, një gjë është e sigurt: shumë shqiptarë u detyruan të shkojnë në Zvicër, mbi 500.000 vete. Ky është paradoksi më i madh politik i një epoke. Atë që se bëni Çubriloviçi, atë që se bëni Rankoviçi, atë që se bën Cervenkovska të kështu me radhë, e bëni Ali Ahmeti me PD-n. Në vend që ta sillte standardin zvicran në këtu, vendi eksportoi kapitalin e tij më të shmorë të rinj. Fshatrat të tërë zbrazën, qytete homogjenata të tëra dhe mire familje ndërtuan jetën në diasporë, jo sepse ndronin emigrimin, por sepse nuk gjetën perspektivë në vendlinje. Sot kur dëgjon Ali Ahmetin të ankohet se për 10 vjet vendi nuk është bërë Zvicër, lind pyetja tjetër: apo flet me qytetarët, apo e teston kujtesën e vet dhe të pushtetit të tij? Sepse kujtesa nuk fshihet me një intervistë. Ai ruan 23 vite premtime, kompromise, skandale politike, reforma të pambyllura dhe një administratë që u zerua më shpejt se ekonomia. Politika nuk matet me slogane që thotë në studio televizive Ali Ahmeti, por me bilancin që lë pas. Si thotë Ismail Qemali, historia më vjen pas. Historia vjen pas. Dhe bilanci nuk është një poster elektoral. Bilanci matet me shkollat që funksionojnë, me spitalet që shërojnë me drejtsinë që në shkon me ekonominë që mban të rinë në vend. Pikërisht në këto fusha qytetarët vazhdojnë të bëjnë pyetje. Është paradoksale që një politikan që ka qenë për më shumë se 2 dekada në pushtet, sot sillet si komentator i qeverive, jo si një prej arkitektëve të sistemit që vetë ndihmoi të ndërtojë. Është sikur kapiteni një anije, pasi ka drejtuar për 23 vite, të zbresë në portë dhe të thotë pasagerët që nuk e kupton pse anija nuk mbërritet në destinacion. Në fund, mbetet vetëm një krahasim. Zvicra nuk u bë sinonim i suksesit sepse politikanët e saj folën për Zvicrën. U bë sepse ndërtuan institucione, ekonomi dhe besim politik. Këtë e dallon Zvicra për gjithë shteteve të tjera. Këtu për më shumë se 2 dekada Maqedoninë qytetarë u shiteshin ëndra, ndërsa shumë prej tyre blen vetëm një bilet një ndërtim që për Zvicër, Gjermania apo Austri, si djali im. Prandaj problemi nuk është se Maqedonia nuk u bë Zvicër në 2 vitet e fundit. Problemi është se pas 23 vitesh pushtet, sot ende dëgjojmë të njëjtën ëndër, të rrëfyer nga njëti njeri, sikur mos të kish pasur kur mundësi ta kthente në realitet. Historia mund të interpretohet, por nuk mund të rishkruhet sipas nevojës së fushatës. Ali Ahmeti, qytetarët nuk kërkojnë metafora për Zvicrën, ata kërkojnë përgjegjësi për vitet që kanë kaluar. Kur Ali Ahmeti flet për Zvicrën, kujtesa e shqiptarëve angazhohet, nuk duhet të ketë amnezi. Ironia më e madhe në politikën shqiptare në qeverisë është ku njeriu që për 23 vite ishte pjesë e çdo qeverie, sot flet sikur ka qenë në opozitë dhe sikur dikush tjetër e pengoi të realizojë ëndrrën e tij për ta bërë vendin Zvicër. Çfarë demagogjie. Nëse Ali Ahmeti kishte këtë ëndër që nga viti 2002, atëherë pyetja është e thjeshtë: kush e pengoi? Kush e pengon tash ministrin e drejtësisë Qiton Shasivari që ndërmarr veprime që të prek rastin Alfa, që të prek prej fillimit shumë gjykimet e shqiptarëve? Almirit të vogël në Kumanov e kështu me radhë. Tash i ka afera plot ka. Tash ministrit e kishte Ali Ahmeti, pushtetin e kishte, zëvendëskryeministrat e kishte, drejtoritë e kishte, ndikim në çdo qeveri e kishte. Madje shpeshherë asnjë qeveri nuk mund të formohej pa BDI.
Në vend të Zvicrës, shqiptarët pa një realitet krejt tjetër me qenë. Mirë familje detyruan të largohen drejt Zvicrës, Gjermanisë dhe vendet tjera të Evropës perëndimore. Ekzodi nuk ishte rezultati i luksit, nuk ishte papunësia e djalit tim Ali Ahmeti luksit, ekzodi i luksit. Mjaft mirë di Ali Ahmeti se nga viti 2008 kur ma ka mbyllur radiovisarin deri në vitin 2026 kam qenë i papunë dhe jam i papunë. Mjaft mirë di. Turlifar njerëzit që emrin e vet nuk dinin ta shkruani, kam mos i vendosi. Kam qenë pjesë UÇK-s. Ajo është detyra ime. Nuk kam kërkuar hisje për atë. Pra, ekzodi edhe një herë nuk është rezultati i luksit të Ali Ahmeti, por mungonte shpresa për djalin tim, vendeve të punës, gado që konkurronte thoshin, ti djali me sotit je, ai që falni hamut në radio. Ironia është se Zvicrën nuk e ndërtoi në Maqedoninë e Veriut. Përkundrazi, politika e mbushi Zvicrën me emigrant nga vendi. Prandaj kur Ali Ahmeti flet për Zvicrën, pyetja nuk është pse Maqedonia e Veriut nuk u bë Zvicër në 2 vitet e fundit. Pyetja është pse nuk u bë gjatë 28 viteve, kur ai ishte një nga 20 më të fuqishëm politikisht në vend. Ndërsa kësaj pyetje jepet një përgjigje e sinqertë. Deklarata për Zvicrën mbetet për më shumë një ushtrim propagandistik se sa një bilanc i besueshëm politik. Por Adnan Azizi ta mbaj këtu në vesh muhabetin tënd. Të pres. Shohim se çfarë reforma ju do bëni. Ja vetë fillon viti i tretë i pushtetit. Shkoni për shkolla dhe merrni listën që vlen për Adnan Azizin. Sa u shpërngulen nxënës? Shkoni. Mos rini në përzyr atje dhe çesës ment. Çfarë nuk do të gjë. Pra, çdo kund vetëm vetveten dikush don të shpallet të shenjtë, të pa gabime kështu me radhë. Pra, në ndërkohë, ka një heshtje interesante, mjaft interesante e pushtetit aktual. Ujë Ngostivar, thot Lesëdemira, sot nuk është i pishëm për 2 vjetë, Mickovski pra ka pranuar krimin. Del dhe thot ai zëdhënësi i Mickovskit, që nga viti 2021, 2022, 2023, 2024, ujë Ngostivar nuk ka qenë i përpije. Ndalesh dhe mendosh. Këta pas kanë dashur të helmojnë qytetarët apo çfarë është puna? Kush ka qenë kryetar komunën Ngostivar? Herë Taravari, këta në ndonjë bashkëpunim interesant. Dhe i vetmi njeri që ka dhënë pak shpresa në këtë qeveri se mund të ketë ndonjë ndryshim, edhe ai pastaj sikur u luhat pak doli dhe kritikoi mediumet. Në konferencë për shtypje tha Agon Ferrati. E gjetëm ministrinë pa strategji. Dhe tash ai premton reorganizim dhe forcim të kohezionit ndërmjet bashkësive. Kriter në rregull. Mirë, po herë e parë që një ministër ja pollon drejt në fytyrë një ministri tjetër. Dhe ta përkujtojmë Agonin se çfarë tha. Ministri i Marrëdhënieve ndërmjet bashkësive Agon Ferrati në një brifing me gazetar prezantoi gjendjen në të cilën e ka gjetur institucionin pas marrjes së detyrës, duke paralajmëruar reforma në funksionimin e ministrisë dhe një qasje të re në shpërndarjen e resurseve dhe granteve. Ferrati tha se ministria e cila më herët është udhëhequr nga Artan Grupi dhe më pas nga Ivan Stojković për vite me radhë ka pasur mungesë të orientimit strategjik, kushteve elementare për punë dhe kohezionit të brendshëm. Sipas tij, nga 139 të punësuar në ministri, rreth 30% nuk kanë pasur kushte adekuate për të kryer punën e tyre për shkak të mungesës së pajisjeve bazë, përfshirë kompjuter, tavolina dhe hapësirë pune. Ai theksoi se menjëherë pas marrjes së funksionit ka nisur procesi për përmirësimin e kohezionit brenda ministrisë, duke zhvilluar takime me udhëheqësit e sektoreve dhe ekspertë për të gjetur mënyra për funksionim më efikas. Sipas Ferratit, një prej problemeve kryesore është mungesa e dokumenteve strategjike dhe se institucioni nuk ka pasur një drejtim të qartë dhe orientim afatgjatë. Ferrati foli edhe për shpërndarjen e granteve, duke akuzuar se në periudhën e kaluar ka pasur pabarazi në ndarjen e mjeteve. Sipas tij, nga 36 grantet e ndara, 29 kanë shkuar për komunitetin dhe shoqatat serbe, kryesisht për organizimin e aktiviteteve kulturore, ndërsa një grant ka pasur vlerë prej 500.000 denarësh. Në pjesën e vizionit të tij, ministri kërkoi bashkëpunim më të madh me mediat, duke theksuar rolin e tyre në ruajtjen e stabilitetit dhe kohezionit shoqëror. Ai përmendi si shembull tensionet që krijohen gjatë ndeshjeve sportive,
ku sipas tij fyerjet në stadiume shpesh përhapen në rrjetet sociale dhe më pas reflektohen edhe në institucionet politike. Ai vlerësoi se një nga arsyet që krijon pakënaqësi mes komuniteteve është edhe mënyra e shpërndarjes së investimeve dhe mbështetjes publike, duke sugjeruar se edhe në sport duhet të ketë një qasje më të balancuar. Po pra çdo gjë që ka thënë e kanë përcjellë mediumet. Pra, e gjetëm ministrinë tha pa strategji, që është mëse vërtet. Pra, Agon Ferrati hapi dorën që askush nuk donte ta prekte. Ministria që ndryshoi ministra për jo mënyrën e funksionimit. Ju dini se unë mbahem shumë i mençur. Kur ministrat e emëruar me pompozitet ende merren me fotosesione, siç është 1, 2, 3 të vlenit dhe gjithë të vëmëros, dhe presin mos dhe i bin dashit, një ministër me ministri të vogël Agon Ferrati nga Tetova bëri bum me paraqitje, duke pasur në qeverisë të Ilkovicin e përcullin në publik se s'ka bërë reformë. A Mickovski është problem me një qeveri më të madhe e pushtetit lokal. Agon Ferrati tregoi se nuk i mungon guximi intelektual, brenda se cilët shihet edhe të gjitha guximet tjera. Herë parë në politikë bërë në RMV, qoftë nga bloku politik maqedonas, qoftë nga bloku politik shqiptar, nga vitet 1992 deri në vitin 2026, ndodhi që duke pasur tash të Ilkovicin kolegë në një ministri tjetër të thuhet e vërteta dhem edhe për ju në vlen. Pra, po të kthehemi muhabeteve të tovar që i vjen ki muhabet për këtë, e në më punoj dhe nisë tjetër e ka sos vetën. Por këtyre ditë kam hasur në shumë situata interesante dhe do të tregoj një muhabet mjaft. Ka raste kur opozita zburon skandale, ka raste kur këto e bëjnë mediat, por shumë rrallë ndodh që ata akuzë me rëndë një institucion të vinë nga vetë ministrit që drejton. Kjo është ajo ndodhi që Ministrinë e Marrëdhënieve Ndërkombëtare e dallon tash me Agon Ferratin. Agoni bile më thon këtyre ditëve disa ish politikbërës dhe disa të tjerë që presin Tetov më të del në një politikbërës tetovar, thonë Agoni është i pjekur për të udhëhequr tetovarët në politikbërje. Opa bato. Ai Agon, unë ke në një fëmijë. Unë ke aty kur të duash. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj më tepra. Agon Ferrati bëri një punë që s'ka bërë rrallë kush. Di kthehemi Ali Ahmetit pra. Vërtet e meriton të kthehemi. Doli buri botës dhe thonë një fjalë urtë popullore që kur rafsha mos u rafsha. Kam informacion që ka iniciativë në gjykatën kushtetuese për atë çështje të tribunalit të Hagës për të patit ushtria shërbëtare kombëtare në tribunalin ndërkombëtar të Hagës për Po pra, dhe ndalesh e mendosh. Kush ja dha këtë informat Ali Ahmetit? Kush ja dha? Vërtet është shumë interesant. Kush ja dha këtë informat? Pra, patriotizmi i Ali Ahmetit zgjohet sipas kalendarit politik. Ali, ne vërtet jemi shqiptar, ama dëgjoj, ka shqiptaria, ka një rregull. Askush nuk e nguc gjarprin kur fle. Askush nuk e kruan dregëzën dhe nuk gjakoset pa e kruajtur. Pra, dëgjoj dhe lexoj, më vjen shumë keq për duhet të përcjelli atyre të cilët më dëgjojnë mua dhe më shikojnë. Mund të jetë kjo edhe një marrëveshje, sepse Ali Ahmeti e vëren se politikisht më nuk mund të ngritet. Dhe tash, vetmja shpresë e fundit i ka mbetur vija hak, të bashkangjitet për fat të keq, ata që janë në hak kosovarët janë për diçka tjetër. Ky do shkoj për diçka tjetër. Pra, dhe mund të ketë në një marrëveshje fundi hajër thujnë të ne. Këtë një marrëveshje me VMRO dhe pëmnen, sepse ky nuk ka shansa që të kthehet. Në ndërkohë, ministri i Detis Jeton Shasivari uroi Linden. Bravo ministër. Por në Linden kanë marrë pjesë të shqiptarët. Bravo ministër. Ke filluar të mpëlqesh. Mirë po, hajde ministër, presim, bëre hapin e parë. Ja, Agoni e bëri. Ai tjetri ministri i kulturës e bëri një kiks dhe kam dëgjuar nga gazetarët e bllokut që Mickovski ka thënë, jo flokët, po më edhe si e ministër. Ai është ministër. Me të flamurin që e bëri. Ndërsa, BDI-ja ka të drejtë kur kritikon. Mickovski ka humbur grantin 61 milion euro nga BE për korridorin e korridor 8. Kreditë e BDI-ja e ka akuzuar me të drejtë. E ka akuzuar se paratë të cilat vinë dhe selekcion për korridorin 8 dhe në një ndërtim tjetër, ata i destinojnë dhe i ridestinojnë për në Prilep, për në korridorin 10.
Kush këtu vleni? Pse heshtni? Ju dhimet Mickovski, ju dhimet pushteti, ju dhe ashtu një ditë dë shkoni. Pastaj do të dilni si Aliamete dhe flitni. 5 vite afat për Ohrin UNESCO ka paralajmëruar se degradimi nuk është ndalur. 5 vite i ka dhënë plus një afat. Po pse degradimi i Ohrit ka të bëjë me të shëmishtën? O si ka emrin kjo? Kufi me shtetin shqiptar. 35 vite po bëhet ndërtim rreth mbi 4700 objekte do të prishin rreth liçenit të Ohrit. E qenë ka tash problem, ka të kaloj korridori 8. Dhe këtë e bën Nikolovski me prapavi që të fsheh këto kikse këtu. Hajde shkon Nikolovski, pse nuk shkon hotelin e Sashës atje ta prishish? Është në suazat më të rrezikshme të UNESCO-s dhe sipas asaj që shkruan Levica, dhe thot Levica, pa marrë parasysh se njerëzit akuzojnë kanë në shumë shkatë të drejtë dhe përgatiten që të largojnë edhe LSDM-n, largojnë edhe Znamin, dhe në forca ditë më duket politikën e Maqedonisë, kanë të drejtë kur thonë, mëse të eprin konvenon në UNESCO të jetë politikë bërës dhe të vëmërë dhe pëmnes, se sa që u konvenon të mbetet, sepse ku nuk dhe jetë ata do keshën duart e lira dhe do ndërtojnë gjithë rreth e rrotull në një perimetër për 15 kilometrash objekte dhe që nga të nërsa. Ja akuza BDI-s për se vëmëroja më në fund i ka humbur 61 milion euro. Këta nuk janë vetëm para, po janë mundësi historike e humbur për zhvillimin ekonomik të vendit, për modernizimin e infrastrukturës dhe për forcimin e lidhjes sot me Europën. Sipas dokumenteve zyrtare dorëzuara nga vetë qeveria në kuvend, këto fonde IPA nuk janë më të disponueshme sepse tenderi i shpallur në vitin 2024 është anuluar dhe kontrata për ndërtimin e seksionit të tretë dhe Egurudhës nuk është lidhur brenda afatit të përcaktuar. Pra, humbja e 60,77 milion eurove nuk është një pretendim politik joni, por pasojë e dokumenteve dhe akteve zyrtare të institucionit. Ishte ky Bekim Rexhepi, ish zëvendës ministër i transportit dhe lidhje, unë i them haptas. Ciao Bekim, së në bësh më ministër, as zëvendës ministër. Ishe, nuk bëre kur gjë. Ishe, vetëm lavdëroheshe, u takua me këtë, u takua me atë. Ai Nikolovski, aksi më i vështirë atë stradë kërshëvorë dhe lëshohet në muajt e ardhshëm. Pra, këta bëjnë çdo gjë që bëhet këndej në pjesën e Maqedonisë Perëndimore. Ky është më antishqiptari ministër. E meriton sepse epiteti më antishqiptar duhet të dokumentohet. Asnjë investim në Maqedoninë Perëndimore se përket transportit. Asnjë investim. Erdhë Bilal Kasami këtu e kontrabandoi me rrugën e Shtipskës. Për rruga e Shtipskës nuk është rrugë regionale, është rrugë lokale. Si e kontrabandon? Nuk është okej. Kur jemi te komuna, afera të ndryshme plasin lidhur me ujin, nga ajo që ishte dikur tashmë nuk është asgjë. Bilal Kasami ende s'ka bë asgjë me mbulesën e 500 metrave të tubacionit në Lëshnicë në mal të Sharrit, për shkak se ka qenë i zënër tepër me atë që quhet pranvera e Tetovës. Okej, kërkush nuk ka asgjë kundër. Vetëm më kujtohet kur jeton Pustinës i tureshin, sa ishte përgjegjës për kur ishte u tarifi për të verat të tovare, i tureshin mu këta, me mjekra, me pantullet të shkurtra. Çfarë nuk i thonin? Tash ta vraponin që të binin jo me tanga, por edhe pa tanga, sepse i hapshin ato dy. Atë që thonë mediat maqedonase se ka harxhuar mbi 500.000 euro, nuk besoj 500.000. Mund të jenë më shumë? Mundet. Se vetëm Sabri Fizulaj duhet të tregohet me çfarë kushtesh ka ardhur. Me çfarë kushtesh. Vetëm ai duhet të kontrata e tij dhe u pa çdo gjë tjetër. Sepse e di se si, kur kam punuar me redaktorin, e di se si ka ardhur dhe ka shkuar në për koncerte, mos flasim tek tuk në ndonjë darkë në Tetov. Dhe të pa marr parat ai nuk vjen. Nuk është okej, por unë vazhdoj me te. Pra,
Ka dalur sot guvernatori i Bankës Popullore Maqedonisë Trakosloveske ka shkruar në rrjetin social X se sipas të dhënave më të fundit të Eurostatit, vlera e pagës minimale brute në Maqedoninë e Veriut e matur sipas fuqisë vlerëse në korrik të vitit 2026 është më e lartë se në 7 vende anëtare të Bashkimit Evropian. Sipas tij, paga minimale brute në vende është gjithashtu më e larta për nga fuqia vlerëse gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor përfshirë Turqi. Kushtave se nuk jetojmë në një shtet i cili ende veturet e vitit 2010 shiten 5.000 euro. Pra jetojmë në një shtet mjaft interesant. Ku për arsimin e lartë për ta zonë vendos ministresha. Pesë pare nuk e për. Pa marrë parasysh këto dallime strukturore, çdo sistem vlerësimi rrezikon të favorizojë disa fusha dhe të penalizojë disa fusha tjera. Për shembull, lidhje me shpejtësinë e publikimit. Koha nga ideja e deri te publikimi i një punimi shkencor përcakton shpejtësinë e publikimit. Pra kështu definohet shpejtësia e publikimit. Është e vështirë të gjenden prova që masin kohën nga ideja fillestare deri tek dorëzimi. Por zakonisht përjumtimet teorike kërkojnë më shumë kohë krahasuar me ato eksperimentale, edhe pse her pas here ka përjashtime. Procesi nga dorëzimi deri tek publikimi njihet si peer review. Dhe kohëzgjatja e këtij procesi është lehtë e dokumentueshme nga vetë revistët. Për të ilustruar dallimet e kohëzgjatjes së peer review, po përmend dy raste. Ja tash e përmend atë shembull që thash paraprakisht. Punimi, për shembull, novel coronavirus from patients with pneumonia in China. Po pra ishte ky deputeti i lidhjes shqiptare Halil Snopçe, i Aleancës Shqiptare Halil Snopçe, i cili tha se debati për ligjin për arsimin e lartë dhe ligjin për cilësinë e arsimit të lartë do të vazhdojë edhe pas pushimit veror të Kuvendit. Me kërkesë të opozitës shqiptare është pranuar që në muajin shtator të organizohet debat publik për këto projekt ligje. Ministresha tha gati është. Ministresha thoshte gati. Çfarë nuk tha? Ata si Ali Ahmeti për pak nuk e bën Zvicër Maqedoni. Në Maqedoni bota sërbe vargevi. Vleni akuzonte se vinë, vleni çfarë nuk akuzonte BDI. Dhe tash, me kë u takua kryeministrin në Ohër? Me mu? Jo. Takua me kryeministrin e Serbish, dhe Serbi nuk e njohën kush është ku më në Maqedoni. Pra, vazhdon. Edhe atë, kinë ashtu rastësisht, me agent, me kretë, si mund të jetë rastësisht? Rastësisht mund të jetë vetëm për partnerin e koalicionit, vlenin. Pra, si humbës bota sërbe është më e pranishme se ku në Maqedoninë e Veriut edhe pas Ramës së BDI-s. Po sërish kur është vlem tash. Shkojnë e vinë, çfarë nuk ka. Stojkovićin e kanë brenda, i cili dëgjohet se çfarë tha Agon Ferrati. Okej. Nuk është okej, por unë edhe për fund dhe ndalem këtë. Vërtet uji në Gostivar është interesant dhe e saj. Por shqyqyrë që nuk pati viktima. Sepse 2 vite e tepër të mbash analizat e ujit dhe mos u tregosh popullatës kjo është më keq se sa vetvrasje politike. Po thua si çdo i tretë në fëmijë është rrezik nga varfëria këtu në Maqedoni. 120.000 fëmijë në Maqedoni, thot UNICEF-i, jetojnë në varfëri. Dhe shumë pak marrin përfitime familjare të tyre për tyre. Askush nuk interesohet nga shteti. Rritja e kostës së jetesës po e zgjon më tej vlerën e ndihmës financiare që marrin familje. Tek në Maqedoni pritet shtatori, tetori, nëntori të jetë fukaralloku në kul. Okej. Pra edhe unë ishëm në kul. Ishit në podcastin me Mesut Shabanin dëgjojmë nesër. Nuk isha prezent për disa ditë për shkak të shëndetit. Në Gostivaru ujti ishte jo helmuar, por në kontroll, unë këtu smura prej viruseve. Okej, nuk është okej, këtu e përshëndes, dëgjojmë nesër mbrëma.